Jo, unë këtu punoj edhe me një shoqe që është nga Peja, Aha. edhe jetojmë bashkë në një ndërtesë, punojmë njëtë në shkollë, edhe kryesisht herë vjen ajo te unë, herë unë te O, ajo sa kështu, mirë. Sa mirë. Do me thone... ose për shembull me kolegët e punës, me shoqni, dalim për iftar, kështu. Okej. E kur këto iftare që i bënin në shtëpi bashk, do me thonë ushqimet që i përgatisni, a i përgatisni të Kosovës, apo keni marrë dhe ushqime të atjehit, të Katarit? Kryesisht deri tash kemi marrë ma shumë Kosovës. Nuk jemi kuzhinierët ma mira. Në një mënyrë provojmë, po edhe ka dhe ushqime për shembull që ose nëse i porositim online ose zakonisht më i bledh dhe kështu të gatshme tani veç pak a shumë i përgatisim edhe ushqimet të shmeton tradicionale arabe në mënyrë. Okej, shumë mirë. Kur dilni jashtë, e përmende që dilni ka njëherë edhe me kolege, do me thonë me kolektiv diku në ndonjë restorant për iftar. A jeni kryesisht staf ndërkombëtar, apo? Nuk janë katarian ata që punojnë aty me ju? Po, kryesisht do më thonë shkollën ku punoj, jem gjithë staf ndërkombëtar, ka prej vendeve të ndryshme të botës. Prej në shkollën ku jemi 5 Kosovës, mas andej ka shumica janë afro-arab, ka dhe evropian, grek, masanej Portugalis, Afrikës Jugore, edhe këtine vendeve tjera. Përvoj shumë interesante realisht. Edhe përveç punës, si mësimdhënëse në një shkollë të tillë, në një vendi shumë zhvilluar që është Katari, po njëkohësisht edhe kolektivi e bën më interesant për shkak se mëson edhe i edukohesh një farë formë ose me kultura të tjera, i sheh, i ndjen. Po, zakonisht, edhe sidomos kur mbledhet një kështu, ka një herë i tregojmë ato sene që janë, për shembull, ma shumë kulturore. Për shembull, javën e kaluar kemi pas International Day, edhe secili ka punu ushqim prej vendit vet, për pesh me pesha kombëtare, edhe ka qenë shumë ashtu. Çka keni çu ju? Pite me djathë. Sa mirë. A ju ka pëlqy? Po. Okej. Edhe veshja kombëtare ka qenë veshja jona, po, atje? Po, unë personalisht kështu temën e kum pas plisin edhe një kështu, si me thonë pak mbulese, po e kam pas në zonë qatë, se e kam veshën kombëtare për fëmijë, për vajza dhe për djemë, edhe kum veshë se kam vlla e motër janë. Në zonë qatë mi janë 5 vjeqarë, 4-5 vjeqarë, edhe shumë janë do bukur. Me veshjen tonë, sa le? Shumë pak, sidomos për Shqipërinë kanë dëgju ma shumë, po për Kosovën shumë pak. Se në shtet ma i vogël edhe kështu, po në farë mënyrë kemi arrit mi eduku, mi informu për Kosovën.